Kjo është gjendja e flokëve të mia për momentin. Herën e fundit I lava në parkëri dhe mbasi stilova aty kam stiluar dhe vetë në shtëpi. Prandaj më janë të armaja të shumë. Prandaj patjetër do të bëj rutinën time të flokëve që t'i kthej flokët përsëri kështu. Nisim si fillim me një hair oil. Po përdor këtë nga Blue Essence dhe do vendos në të gjithë rrënjën. Ky hapi është shumë I rëndësishëm. Vajin e vendos 2 herë në javë. Përveç vajit vendos dhe një mask flokësh që dhe floku të hidratohet sa më shumë dhe të dyja I mbaj në flok për 20 minuta. Më pas e laj flokun me shampo 2 herë, kjo është shampoja që përdor. Dhe sigurisht më pas përdor maskën e flokëve që është drejt fundit, atë që më përdor. Nuk mund të stiloj flokët pa përdorur një mbrojtës, prandaj kur I kam flokët e lagura vendos të Livien. Përveç se ma mbron flokun nga nxehtësia, I jep dhe më shumë hidratim. Më pas vendos të Aqua Scalp në të gjithë rrënjën. Kjo ma mban skalpin shumë të hidratuar dhe nxit daljen e flokëve të reja. Dhe diçka që më pëlqen shumë është që nuk ma lën fare flokun me teksturë. Rrënja ndihet shumë e pastër, ndihet si ujë kur vendos në flok. Flokun e stiloj gjithmonë njësoj dhe nis të stiloj kur është 80% I tharë. Gjithmonë me bikotina që të kem sa më shumë volum dhe të më zgjasin ondet shumë. Ky është dhe rezultati, tani flokët më ndihen shumë të hidratuara dhe shumë të buta. Kjo ishte edhe rutina e plot që I bëj flokëve, shpresoj t'ju ketë pëlqyer.